Legja përkujtoi me 2 mars 582 vjetorin e Beslidjes, një nga momentet më të rëndësishme të historisë kombëtare shqiptare, ditën kur princat shqiptar lanë në një andasitë dhe u bashkuan në udhëheqjen e Gjergj Kastriotit Skënderbeut për t'i bërë ballë perandorisë osmane. Kjo datë historike mblodhi në qytetin e Lezhës autoritetet vendore e qendrore, përfaqësues institucione, studiues dhe qytetar nga të gjitha trevat shqiptare në një atmosferë nderimi dhe reflektimi mbi rëndësinë e unitetit kombëtar. Ceremonitë përkujtimore u zhvilluan pranë memorialit të Skënderbeut, aty ku historia dhe simbolika e Beslidjes marri një kuptim të veçantë. Në aktivitetet organizuar me këtë rast, Bashkia e Kukës pati një përfaqësim dinjitos, duke dëshmuar respekt dhe përkushtim ndaj vlerave të bashkimit dhe të suvrenetetit kombëtar. Përfaqësuesit të Kukës janë sollën në Lezhë jo vetëm prezencën institucionale, por edhe pasurinë kulturore të trevës së Kukësit përmes prezantimit të vlerave tradicionale dhe etnografike të Kukësit. Veshjet popullore, elementet folklorike dhe simbolika e trashëgimisë kulturore u bën pjesë e kësaj dite përkujtimore, duke e pasuruar aktivitetin me ngjyrat dhe identitetin e veri lindjes.